Lufta e parë botërore. Gjithçka nisi në verën e vitit 1914, si pasojë e tensioneve të thella politike dhe ushtarake në Europë. Me 28 qershor, në Sarajev, u vra arkiduka i Austro-Hungarisë, Franz Ferdinand, së bashku me bashkëshorten e tij. Ky atentat, i kryer nga një nacionalist serb, u bë shkëndija që ndezi konfliktin e madh. Pas kësaj ngjarjeje, Austro-Hungaria fajsoi Serbinë dhe i shpalli menjëherë luftë. Rusia u rreshtua në mbrojtje të Serbisë, ndërsa Gjermania mbështeti fuqishëm Austro-Hungarinë. Brenda pak ditësh, për shkak të aleancave ushtarake, në luftë u përfshin edhe Franca e Britania e Madhe. Ajo që nisi si një konflikt lokal, u shndërrua shpejt në një luftë globale, duke përfshirë 10 shtete dhe miliona ushtarë. Kështu nisi Lufta e parë botërore, një nga konfliktet më shkatërruese në historinë e njerëzimit.